Në këtë pragë festash, Bashkia Tropoj pati kënaqësinë të nderojë dy personalitete të veçanta me mirënjohjet më të larta të saj. Titulli qytetar nderi i Tropojës ju akordua Generale Brigade Det Prenga për kontributin e tij të veçantë në ecimin e projektit të Unazës së Bjeshkëve në krye të forcave të armatosura të Gjenjos, një projekt me rëndësi të veçantë për zhvillimin dhe promovimin e zonave malore të Tropojës. Ndërkohë, titulli Krenaria e Tropojës ju akordua Shpend Qelaj si një personalitet me vlera të spikatura qytetarie, simboli i vuajtjes dhe qëndresës ndaj diktaturës, por njëkohësisht edhe i tolerancës së pashembull njerëzore. Pas ndarjes së titujve, kryetari i Bashkisë Tropoj, Regje Byberi, u shpreh se ka qenë dhe mbetet prioriteti ynë evidentimi dhe promovimi i vlerave në çdo fushë dhe në çdo kohë të atyre njerëzve që kanë lënë gjurmë me kontributin e tyre për vendlindjen tonë. Këto vlerësime janë jo vetëm një akt mirënjohje institucionale, por edhe një mesazh i qartë se Tropoja ditë nderoi bijtë e saj, ata që me veprën, sakrificën dhe përkushtimin kanë kontribuar në historinë, identitetin dhe të ardhmen e kësaj treve. Në këtë mënyrë, Bashkia Tropoj riafirmon angazhimin për të ruajtur kujtesën, për të promovuar vlerat dhe për t'i përcjellë ato si frymëzim për brezat që vijnë, u shpreh kryebashkiaku i Tropojës Regj Byberi.